Mirëmëngjesi, ju përshëndesim. Mirëmëngjes. Ditë me shi sot. E ndjen këtë trysnin apo në këtë ndikon? Jo, unë i kam bërë skip këtyre gjërave. Anullim loje, thoshim dikur. Anullim kohë. Edhe kohës. Mua ka diell. Mi shumë. Urojmë të keni një ditë të bukur në vazhdim edhe të komunikojmë sot së bashku, me qënë se është ditë kështu me shije dhe sikur ka lezet në që t'i marrim edhe në shtruar pak recetat edhe të komunikojmë me anvisat tona. Si e ka nisur ato ditën, çfarë gatuajnë dhe si po e përjetojnë këtë ditën e sotme. Ndërkohë do t'ju prezantojmë më njëherë me recetat. Recetën e parë që e kemi nisur pak a shumë punën. Lepur me qepujka ose ndryshe që është emri tamam i dur, është stifado. Qomleku me... Lum ato meshkuj që kanë dalë për gjuhë e ti. Dhe kishim për shumë nga çunat e dje kishim peshkun. Peshkun e kishte zënë çuni Tiranës peshkun. Sot është nga pjesa e Korçës, e lepujve. Hajde, lumë që pas kemi gjithë ta. Sepse ne kemi djemë të vjerë, kjo është. Se pas ka vrargje. Jo. Është një pjesë vetëm. Është një pjesë edhe është i voçkël. Jegër. Është foshnje. Do ta bësh me qepujka, çomlek, shojmë pak përbërësit e tjerë, se çfarë i duhet për ta bërë ato të shkrihet si llokum kështu në shije edhe në trajtën që do të marri në fund. Është një mish që rekomandohet të shumë i shishëm edhe vjen më mirë se ç'bëhet me qepujka, me thënë drejtën. Ndoshta edhe ka alternativa të tjera më moderne, po këtë me qepujka e kemi si të vjetër edhe... Qepujka është modernja e vjetra, traditja, si që doni ju, ky është gatimi i vjetër, dhe ne mund të kam vendosur se çfarë mund ta bëjmë pak më moderne, pak më kur themi pak më klas, po çfarë klasë. Stomaku do shien, asgjë tjetër. Okej, dica shpreh me lepuj ti besoj. Që e ka lepur në barë. Lepur në qere? Si vinë këto shprejet? Faktikisht ka lepur në barë. Se mos dinë anvisat më shumë shprejet, na e tregojnë dhe kuptimet e shprejeve me fjalën lepur, me emrin lepur. Ne si jemi të gjithë ditur openiki. Prandaj janë dhe ja që më kjo e ke lepurin në bark, çfarë kuptimi ka? Me thonë dhe nuk e kam përdorur këtë lepurin në bark, sepse ka frikmi. E di pse? Shfrikacak. Se e kam shryë lepurin vetë. Kjo është e gjitha. E kam ngrënë vite. E kam ngrënë vite unë lepurin. Lepurin më ka mua në bark. Ky jo. Ashtë voçkël. Është një mzak. Shojmë pak recetën e përbërësve të gatimit ton të parë, si që dëgjuat e kuptuat, lepur me qepujka. Ja t'ju tregoj edhe njërë përbërësit, ju duhet një lepur i prerë në copa, 50 gram miell, 50 gram vaj ulliri, 1 kilogram qep të vogla, 1 lugë gjelle fara kumini, 1 lugë gjelle fara koriandër, 2-3 gjethe dafin, 2-3 thelpinj hudhër, 1 shkop kanell, 1 lugë gjelle salcë domate, 100 ml vere kuqe, 3-4 lugë gjelle uthull balsamike, 2 lugë gjelle mjalt, 400 gram domate, 1 koncentrat pule, 1 litër ujë, 2 deg rozmarin, krip, piper dhe trumz. Kjo është receta jon e parë. Çfarë nuk ka? Të gjitha i ka. Pra ka dhe traditën, ka dhe pak të më modernën. Qik kanellën, qik mjalt, kaq. Kemi shtuar nga... Unë për shumë të uthulla balsamike kam vendosur të kumbullës. Sepse i përshtatet është më afër në Ardenit, është më afër shijeve tona, mund t'i vendosja dhe uthull shege. Por, nuk kemi dimrin që të vendosim uthullën e shegës. Gjithmonë them përshtatemi me frutat perimet e stinës. Lepuri, normalisht, si që themi që panxari ka aromën e tokës, normalisht edhe lepuri ka një aromë të veçantë, pak ka shumë, sikur ka aromën e amonjakut, sepse dohet ta përshtasja tamam, pak ka shumë aromën e amonjakut. Që ne t'i heqim këtë aromë, pa tjetër na duhet që ta marinojmë. Të jetë në uthull të fuqishme, biles unë kam përdoru uthullën e mollës, sikurse dhe uthullën edhe aqete balsamike të kumbullës. Kam vendosur piper me 3 ngjyra, kam vendosur shërebelën dhe duhet të qëndroj gjatë derisa
aroma të shpërbëhet. Sa gjatë do thoni ju? Po patjetër duhet lepujt e mëdhenj duhet të jenë diku te 12 orë dhe këto që janë më të veçkël, që janë më të freskët, më të njomz, duhet nga mbrëmja, nga nata deri tani. Numri që është në ekran është për t'i ftuar anvisat për të na telefonuar dhe të bisedojmë. Thamë që do na tregoni disa shprehje me lepurin brenda, si të thuash, që kanë dhe po lepuri në barku është frikacak, se ta shqupit. Një e themi, thënë mos e përsërisni. Dhe na tregoni pastaj ju nëse keni lepuri në qere variante. është 2. Se lepuri dihet që është frikacak. Është edhe një shprehje me lepurin, por që nuk më lejon etika ta them, lepuri dhe breshka. Ju e dini që të gjithë. Kjo është tip historie. Po. Mirë, tani i kemi marinuar topat e lepurit. Do të shtoj. Mundësisht edhe sherebel kemi shtuar. Patjetër. Kokra piperi. Pjesën, pasi unë e thaj mirë, ka për lëngjet, opa. E s'përkas me miell, e dini vetani. S'kam nevojë të them, unë mielli Ola, sido që nga të gjitha këndvështrime që të shikoni ju, Ola është mbi të gjitha. Ja. Ajsa ka marrë nga marinimi dhe i kalojmë në të gjitha anët. Edhe kjo këtu e kam. Do t'i kalojmë që të përfiten të thajem pak lëngjet, të lëshohen aromat, dhe më pas aty do kalojnë qepujkat. Nuk e shans që ti lepurin të gatuash pa... Jo, se në gjitha jo në kundërt, do pak kudrosjen me miell. E marinuar. Absolutisht. Kam dhe 2 copat e tjera, shikoni. Për arsyet që ne përmendëm. Dhe nuk harroj, absolutisht nuk harroj, që unë të kem furën e parangrohur. Që se të kalojmë pastaj në një tavë balti, që të vazhdoj pjekja si normalisht në një proces të ngadalt. Ndryshe nëse temperaturën e lëm të lartë, nuk do të marrim rezultatin e duhur dhe mishi do të jetë i pa zier. Kjo është edhe pjesa tjetër e lepurit. Tani, qëllimi kush është? Që edhe qepujkat të treten mirë. Largoj. Dhe shplaj duar direkt. Kuqen dhe të zjejnë, derisa të bëhen një lloj gati-gati si purenë të. Nuk e di nëse e shpreha mirë tamam, por e rëndësishme është temperatura në këtë gatim. Që të jetë avash dhe për disa... Mund të kaloj dhe 1 orë ndoshta. Tani, bëj vetëm na pengon këtë nxjerrja? Patjetër që na pengon, ë? Na pengon? Jo, kemi kamera gjithandej, që është kjo që na thua na disa pasta, disa ose makarona më thjesht, që të zien. Sa do ta lë mishin? Do ta lë vetëm sa të marri ato faqet anësore. Ja, kështu, mori një ngjyrë të lehtë nga 2 anët, nga 2 krahët. E marr dhe vendos pak në furrë. Pak në furrë, të vazhdoj pjekja aty dhe kalojmë tani tek qepujkat. Mund të bëhen dhe me qep të bardha nëse si vjen anvisat. Faktikisht, receta do qepujka. Më ka hyrë dhe një që me floku, në sy, më pengon. Hajde moj këtu. Nuk asnjë gjë. Do pun kjo. Mirë, ja, prisë do ta rregullojmë tani. Çfarë të bëjnë qepujkat, ne kalojmë tek prit mos u mundos se kam një teknik të veçantë. Po, jemi këtu dhe vazhdojmë, i mbaruam këto hallet, nuk na pengon gjë. Shojmë tamam. Thash mos bëja ndonjë shprehje ta lidhja me lepurin, po s'gjeta. Për shumë, kjo, me lepurin me sy hapur, ose njerëzit që janë vigjilent më shumë. Ose thonë më shumë, shikon qimen në syrin e tjetrit dhe nuk shet të rrallë në syrin e vetë. Unë e kapa direkt qimen. Nuk ishte...
Ti e kape vetë, s'na lene që të kapi. Vigilente. Po jam vigilente pra tash. Ose pastaj është dhe kjo është prea tjetër që lepuri I parë kapet me lehtësi. Të tjerat janë më të vështira për të treguar që, okej, fillimet janë shik më të vështira. Pra, vetë lepuri, tham, prap. Kam që pujkat. I lët deri sa të karamelizohen. Për shembull, qa është kjo? Krip. Me pak sheqer të lutem. Se edhe kripën gotë është vënë me... Mbaroj Joni, nuk ka më Jon Adriatik, nuk ka më krip. Bëj një përzjerje, një tundje të mirë, të qepujkave. Tani ti do ta provosh, se mua më duken... Janë dhe pasyrë dhe... Kjo ka më shumë shkëlqim. Edhe më duken... Ska bëjmë dallimi tani? Me provë. Po, që qelë. Nga shkëlqimi e dalluam. Dhe nëse unë nuk do të shtoja sheqer, nuk do kishte problem, sepse kam acetot që kanë ëmbëlsi, por mua më duhet shumë mirë që të vendos sheqerin tek domatja, sepse kam thënë që ul aciditetin. Unë do përdor domate qërshi, nëse keni domate të mdhaja normalisht, ju do t'i prini në kubik, unë kam qef që t'i kem të jenë uniform. Do të shtoj salsën. Dhe tek sa shtoj salsën, ati heq këto më mirë se do bëjnë një dëmë. Kemi dhe salsën e marinimit të lepurit. Ti e marrë vetëm këto pjesët kryesore të lepurit që vendosëm. Nuk e ke parë kokën. Nuk e kemi marrë kokën e lepurit. Po të shikoni lepurin, është njësoj si fosh. Ato syti ka shumë anash. Kjo ka qenë dhe arsyeja, për shumë unë në shtëpi nuk e gatuaj lepurin, sepse vajza nuk e do për këtë arsye. Që nga mishi, njom, ose pozicion. Nise, ato kam parë që i ka shumë anash, si mund të shohin 360 gradë mund të shohin, prandaj dhe kanë këtë pozicionin e si. Prandaj është akoma dhe më vigilent. Shumë vigilent. Do të shtoj. Do të ashuaj me verë. Ka dhe një gjë më duke që dhëmbët e tyre, tani më kujtua, janë vazhdimisht në rritje, avash, nuk ndalojnë së rriturit. Dhëmbët e çdo brejtësi gjithmonë, siç është lëkura e gjarprit që ri për të rrihet, nuk e duroj do të ka izuarsi. Po të shosh, nuk e duroj do. Për shembull në kopshin zoologjik, këtu në Tiranë, në ato akvariumet, në mirëmbajtjet e llojeve të ndryshme të gjarprimve të vendit, se ishin disa lloje dhe është një kuriozitet më vete për mënyra se si I mbajnë. Kur shkova fundjavën e parë, para kësaj, pash këtë ndrimin e lëkurës së gjarprit. Po mirë, ka dhe kjo një kuptim. E di si ndron, thot, ti ndron si është ndron gjuhë. Ishte lëkura më vete dhe gjarpri këtej më vete. Një cipe hol transparente rreth e përqarkat i akvariumit. Sepse, dhe tek njeriu të gjarpri është lëkura që e heq, dhe ne, organi më I gjatë në trupin e njeriu të është lëkura. Po, mirë, për simbolikisht, pastaj dhe metaforikisht. Dhe çfarë na rritej ne? Po na rriten veshët edhe hunda. Edhe veshët nuk ndalojnë së rriturit tek ne avash. Gjithë jetën na rriten nga pak. Ne jemi në rregull për shkakun, për të gjithë ato që bëjnë operacione, keni kujdes sepse hunda rritet vazhdimisht. Nuk e ndalojnë vetja. Po ne kemi tonat. Jo, edhe prandaj nuk e kam bërë, se dia këtë frikë që do vazhdoj do rritet vazhdimisht. Zoti I dha tiparet e njeriut në harmoni me fytyrën. Po, folti se e këtë vockël kështu, pa ato që kanë hall, që kanë një problem, një gum. Po, patjetër që da rregullojnë, patjetër. Po, patjetër që është shëndetësore. Nuk flas më tepër se s'po duhet gjë, por, ja. Vendos. Kumin. Koriandër. Unë e kam kokër, po t'i jetë. Në gjethe është akoma mirë, dhe në gjethe është një soj si majdanozi, po pak më I gjatë. Po, ka një aromë jo si selino. Do të shtoj mjaltin.
Prandaj dhe kemi të karamelizuar, prandaj dhe ju thash, nëse unë nuk do të shtoj gjallë të thashën, hajde, në qoftë se unë nuk do të shtoj sheqer, nuk më prish punë, sepse kam gjërat e tjera që kanë sheqerin. E lë të tillë, derisa fillon edhe pikset. Po, dhe i lëm të rashet, do të shtoj gjethin e dafinës. Rozmarinën. Rozmarin këtu, piper. Dhe do më kujtoni se çfarë gatimi është. Por ju thash gjithmonë, nëse unë dua ta shtoj kështu e shtoj, në të kundërt e lë. Pse e lë? Sepse dua të shtoj pjesën e marinimit që lëngun e marinimit të lepurit. I duhet, ato aromat janë në të. Patjetër do të Do provoj. e lëm në zjarr të ngadalë derisa Do kripën, sepse del e ëmbël. Shtoj dhe domatet me radhë. Kena lloj tjetër këto kështu? Pomodor pak më të mëdha. Me që lepuri ishte i vogël, por na pomodorin që është këtu. Të lutem shumë, jepet e tavën, Niki? Po, aty ku vendosëm ligje. të piqet pak. Ja. Pra një kalim me miell në vaj në tigan dhe pastaj e poqëm pak, kujdes është nxehtë se nga instinkti. Edhe pak miell. Ku e kam, ja. Ja të, po deshe ja se i zbrazëm Ja. fare. Nuk është. Kërkon që të bëhet avash tava tani. Ja, trashet lëngu. Shiko si është masa? Është një masë e lakmuar, them të drejtën. Me pak ujë nga bimët aromatike. Bimët aromatike gjithmonë. Ja. Do më thënë, masa e lëngut është trashur që para se të vendoset në tavë dhe në furrë. Do ta mbulojmë apo ta lëm kështu si ç'është? E vendosim në rezistencën e mesme. Më duket shumë e mirë. Është nxehtë. Është pak e nxehtë, ndërkohë unë bëj një përmbledhje edhe një herë, kjo është tava, përfunduam, tani do vazhdoj procesin tjetër në furrë për t'u pjekur, ndërkohë së bashku le t'i lexojmë përbërësit edhe një herë të tavë të lepurit me qepujka. Një lepur i prerë në copa, 50 gram miell, vaj ulliri, qep të vogla, qepujka pra, fara kumini, fara koriandre, 2-3 gjethe dafin, 2-3 thelpinj hudhër, një shkop kanell, një lugë gjelle salcë domate, vere kuqe, uthull balsamike, mjalt, domate pomodor, një koncentrat fule, 1 litër ujë, 2 deg rozmarin, krip, piper dhe trumz. Rikthehemi pas publicitetit, gatuajmë një pastë të shishme siç na e do qefi ne dhe besoj shija juaj. Do të sjellim edhe lepurin si dhe Alma, na ta shohim dhe recetën bashkë me 2 të tjerat. Urdhëro. Sallatë makarona me panxar me perime të tjera, lepuri me qepujka, erëza të ndryshme i kemi shpjeguar, i kemi lexuar 2-3 herë, do t'i gjeni edhe në kanalin ton në YouTube, në Reze Dielli. Është bërë në çik mishi? Mirë. Shiko si është i karamelizuar, shiko. Ka akoma nevojë për të qëndruar dhe pak, duke nga aroma ndihet që ndonjëherë gatimet i vlerësojmë dhe nga nuhatja, nga aroma që lëshojmë. Thjesht, nëse ju bëni një aromatizim, një marinim gatimit, ju keni dalë të fituar, ja. Të lumshin duart. Largo Mos dhe. harroni,
Do t'i gjeni recetat tona me foto përkatëse në rrjetet sociale, po ashtu dhe në YouTube-in tonë, kanalin zyrtar Rez dhe Dielli, të postuar me mënyrën e përgatitjes vete secila. Po. Të lumshin duar. Klikoni. Shihemi nesër, na bëni subscribe, mos harroni. Shihemi nesër në Guzhinë.